Një shtetas 41 vjeç me inicialet PF banues në fshatin Oblik është arrestuar nga policia pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike dhe psikologjike ndaj bashkëshortës së tij. Specialistët e qarkullimit rrugor arrestuan shtetasin KH 31 vjeç banues në Shkodër, pasi duke drejtuar automjetin e tij në gjendje të dehur, automjeti është përplasur me një automjet tjetër duke shkaktuar vetëm dëme materiale dhe është larguar nga vendi i aksidentit. Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Shkodër referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal në gjendje të lirë për shtetasin GL 52 vjeç, pasi u kap duke transportuar 3 metër kub lëndë drusore të prerë në mënyrë të kundërligjshme. Lënda drusore u sekuestrua si provë materiale. Specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin EB 40 vjeç, pasi në biznesin e tij është konstatuar duke tregtuar lëndë piroteknike pa dokumentacionin përkatës. Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë PUK referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal në gjendje të lirë për shtetasin FT 32 vjeç banues në PUK, pasi ka bërë kallëzim shtetasi KA 24 vjeç se 32 vjeçari e ka fyer dhe e ka nosur. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.